Në muajin nëntor, ikonat e koleksionistit Gjergj Thimjo, të cilat prej rreth 2 vitesh qëndronin të bllokuara në Galerinë Kombëtare të Arteve, do të transferohen në Muzeun Historik Kombëtar. Drejtori Milci Labi rrëfen se vendimi ka ardhur pas miratimit nga ana e prokurorisë. Në muze do të jenë jo më larg se mesi i nëndorit të këtij viti, që i bie rreth 10 ditë apo 15 ditë. Nga ky moment që po flasim, ne kemi një vend karantinë tashmë gati për të pritur këto ikona. Pas transferimit në muze, ikona do të nënshtrohen një faze të dytë. Studimi dhe kurimi dhe konservimi dhe restaurimi i tyre. Pasi secila nga këto objekte, me sa kam ndjeni, ka problematik të vetën për sa i përket pjesës së kurimit apo të restaurimit të veprës. Të gjendur përballë këtij fakti, do të jemi ne ata që do të marrim veprime, nuk mundemi dot të lejojmë që pasuritë kombëtare të mbeten në rrugë. Koleksionisti Gjergj Thimjo u dënua nga gjykata e Tiranës me 7 vite burg në akuzën e mbjedhjes së veprave të artit dhe kulturës, që pas gjykimit të shkurtuar, përfitoi ulje dënimi në 4 vite 8 muaj heqje lirie.